Në mes të ditës, në zemër të Prishtinës, përballë institucioneve. Një komandant i luftës për liri bie i qelluar pas shpine, jo në vijën e frontit, jo në betejë, por në paqe. Kush ishte njeriu që u bë kaq i rrezikshëm, sa që duhej të eliminohej edhe pas përfundimit të luftës? Nëse doni histori që nuk tregohen shpesh, pëlqejini videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse ajo që do të dëgjoni sot është historia e një luftëtari që nuk u ndal, as nga lufta, as nga paqja. Më 14 gusht 1971, në Drenas lindi një djalë që do të bëhej një nga figurat më të përfolura të luftës së fundit në Kosovë. Besim Mala, i njohur për bashkëluftëtarët si komandant Murrizi. Ai u rrit në një familje me traditë të fortë adhetare. Babai i tij Bislimi dhe nëna Nailja e edukuan me ndjenjen e përgjegjësisë dhe dashurisë për vendin. Në një kohë kur shumë të rinj përpiqeshin thjesht të mbijetonin, Besimi u rrit me një ide të qartë: për liri duhet të luftohet. Shkollimin e filloi dhe e vazhdoi në Drenas, në qendrën shkollore Skënderbeu, por jeta e tij nuk do të ndiqte një rrugë të zakonshme. Por çfarë detyroi një të ri të braktiste gjithçka, familjen, vendlindjen dhe të nisej drejt një të ardhmeje të panjohur. Në vitin 1989, kur tensionet në ish Jugosllavi po shpërthenin dhe regjimi serb po shtrëngonte kontrollin mbi shqiptarët, Besim Mala merr një vendim të vështirë. Largohet nga Kosova për të shmangur shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Ai shkon në Holand, gjen punë, ndërton një jetë të re, madje krijon edhe familje. Por ndryshe nga shumë emigrant, ai nuk u largua kur shpirtërisht nga Kosova. Në Holand, ai nuk ishte thjesht një punëtor. Ai ishte pjesë e një rjeti të heshtur veprimtarësh, që besonin se liria e Kosovës nuk do të vinte nga tryezat diplomatike, por nga pushka. Këtu lidhet edhe me një nga shokët e tij më të ngushtë, Ferit Berisha, një lidhje që do të vazhdonte deri në fund të jetës së tyre. Por momenti vendimtar erdhi, kur ai u përball me zgjedhjen më të rëndë të jetës, familja apo lufta. Në pranverën e vitit 1998, kur lufta në Kosovë po ndizte çdo cep të Drenicës, Besim Mala merr vendimin që do të përcaktonte fatin e tij. Lë gjithçka në Holand dhe kthehet për të luftuar. Ai hyn në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe vendoset në zonën e Drenicës, në zemrën e rezistencës shqiptare. Në fillim operon në fshatrat Bajicë dhe Elshan, duke u bashkuar me figura të njohura të luftës, si Fehmi Ladrovci, Rasim Kiçina, Musi Ashari dhe Jahir Demaku. Shumë shpejt, ai nuk mbetet një luftëtar i zakonshëm. Ai bëhet komandant. Besim Mala merr drejtimin e një njësie speciale elitare që do të hynte në histori, Tigrat e Zi. Kjo nuk ishte një njësi e zakonshme, ishte një forcë elitare e specializuar në sulme të shpejta, prit dhe operacione të guximshme. Nën komandën e tij, kjo njësi godiste aty ku armiku nuk e priste. Në Rezall, në Morin, në aksin Drena-Skënderaj, Tigrat e Zi u bën një makth për forcat serbe. Ata sulmonin natën, zhdukeshin në terr dhe linin pas panik. Por operacioni që e bëri legjend komandant Murrizin do të ndodhte në një vend të quajtur Golesh. Më 18 maj 1999, Besim Mala organizon një nga operacionet më të guximshme të luftës. Objektivi, një depo armësh e forcave serbe në Golesh.
Plani ishte i rrezikshëm. Një gabim i vetëm mund të shkatëronte gjithçka. Por operacioni realizohet me sukses. Nën errësirën e natës, njësia e tij arrin të marrë një sasi të madhe municionesh dhe mina antitank. Këto armë do të përdoren më pas për të goditur kolonat serbe dhe për të ndaluar avancimin e tyre. Pas marrjes së depos, Besimi jep një urdhër të papritur, shkatërimin e saj. Shpërthimi ishte aq i fuqishëm, sa shumë e ngatëruan me një bombardim të NATO-s. Ky aksion jo vetëm që goditi armikun, por ngriti moralin e gjithë UÇK-s. Por çfarë ndodhi pasi lufta mbaroi? A u kthye ai në një jetë normale, apo lufta e tij sapo kishte filluar? Pas qershorit të vitit 1999, forcat serbe largohen nga Kosova. Besim Ala hyn në Prishtinë, jo si një civil, por si një komandant që tashmë kishte një mision të ri, ruajtjen e rendit. Me shpërbërjen e UÇK-s, ai bëhet pjesë e trupave mbrojtëse të Kosovës. Ai merr detyrën e komandantit të batalionit për ndërhyrje të shpejtë në gardë. Por Kosova e pas luftës nuk ishte aq e qetë sa dukej. Në terr lëviznin forca të padukshme. Ishte një kohë ku shumë ish luftëtar u bën objektiv, dhe vetëm pak muaj pas çlirimit ndodhi diçka që edhe sot mbetet një nga misteret më të mëdha. 17 prill 2000, mesditë, në qendër të Prishtinës, pranë Radio Kosovës, Besim Ala dhe Ferit Berisha janë së bashku, papritur të shtëna. Të dy bien të qelluar pas shpine. Komandant Murrizi vritet në detyrë me uniformën e TMK-s. Një vrasje që tronditi gjithë Kosovën. Zyrtarisht u tha se sulmi lidhej me një konflikt të mëhershëm, por shumë dyshime mbeten. Disa e lidhen me veprime të shërbimeve sekrete serbe, të tjerë me luftën e brendshme për pushtet në Kosovën e pas luftës. Vetëm pak ditë para vrasjes së tij, ndodhi diçka që sot tingëllon e frikshme. Autoritetet e UNMIK-ut i konfiskuan armën zyrtare, një armë që ai e mbante me leje. Një komandant i gardës në një Kosovë ende të pasigurt mbetet pa armë, pa asnjë shpjegim, pa asnjë arsye të qartë, dhe vetëm pak ditë më vonë ai vritet. A ishte kjo një rastësi apo një hallk në një zinxhir më të madh ngjarjesh? Pas vrasjes reagime pati, u kërkua drejtësi, u kërkua zbardhja e rastit, por dosja u mbyll, ashtu si shumë raste të tjera të asaj kohe, dhe bashkë me të u mbyllën edhe shumë pyetje. Dhe kjo nuk ishte një vrasje e vetme, por pjesë e një serie atentatesh që goditën ish komandantët e UÇK-s. Kjo krijoi një klim frike dhe pasigurie në Kosovën e pas luftës. Shumë pyetje mbetën pa përgjigje. Kush qëndronte pas këtyre vrasjeve? Pse u eliminuan njerëz që kishin luftuar për lirinë? Dhe pse drejtësia heshti? Sot Besim Ala kujtohet si një nga komandantët më të guximshëm të luftës. Ai nuk ishte vetëm një luftëtar, ai ishte strateg, lider, një njeri që sakrifikoi gjithçka, familjen, jetën në perëndim për një ideal. Pas vetës la një vajzë, Linditën, që u rrit larg Kosovës, la prindër që mbetën mes dhimbjes dhe krenarisë, la një histori që nuk është thjesht e kaluar, por pjesë e identitetit të një kombi. Historia e komandant Murrizit është më shumë se një rrëfim lufte, është një kujtesë se liria ka një çmim, dhe shpesh ata që e fitojnë nuk jetojnë për ta parë plotësisht. Po ju çfarë mendoni? A duhet të zbardhen plotësisht këto vrasje që ende mbeten mister? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe ndani këtë histori që të mos harrohet kurrë.
Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.